Ne vazhdojmë të qëndrojmë tek ndrimi i motomotove, nga urgjenca fillojmë tek do të dalim në pjesën psikologjike, se si ndikon ndrimi i motomotove në psikologjinë e njeriut. Dhe pikërisht për këtë temë, ne këtu me mua në studio kam të ftuar psikologën klinike, zonjën Kaltrina Gashi. Mirë se erdhe në emisionin e Ritmi i ditës. Mirë se ju gjeta Rehane, shumë faleminderit për ftesën, kam nderin dhe kënaqësinë të jem sot këtu me ju. Atëherë, si që po thëntova, ndrimi i motomotove. Edhe pse ndrimi i motomotove është vetëm një ndryshim i numrit, të themi kalendarik. Po pse njerëzit e përjetojnë aq emocionalisht dhe si ndikon kjo në aspektin psikologjik? Atëherë, Rehane, ndrimi i motomotove ndikon drejt për drejt në gjendjen emocionale, në motivimin ton, në energjinë ton dhe në sjelljen e njeriut. Domethënë, ai nxit mendime për mënyrën se si ne veprojmë, se si ne e shohim jetën dhe si e perceptojmë jetën. Pra, domethënë, nxit mendime mbi të kaluarën, mbi pritshmëritë tona, mbi dështimet apo humbjet tona dhe domethënë pritshmërinë e të ardhmes. Pra, ndërimi i motomotove nuk ndikon vetëm në ambientin rreth nesh, po ajo patjetër që ndikon edhe në botën brenda nesh që e kemi. Po. Mund të na thuash se pse ndrimi i vitit na bën shpesh të reflektojmë për jetën, vitin që kaloi, apo për pritshmëritë që do i kemi? Po. Ndrimi i motove zakonisht është një simbolizon një ndarje psikologjike mes asaj që ishte dhe asaj që vjen. Psikologjikisht është një faktor ndarjesh mes të kaluarës dhe të ardhmes. Pra, domethënë, në të ardhmen ne fokusohemi dhe reflektojmë mbi pritshmëritë tona, mbi dështimet që i kemi pasur në vitin e kaluar, mbi humbjet, domethënë presim, kemi pritshmëri të larta në vitin e ardhshëm. Që ti kalojmë të harrojmë atë pjesën të kaluarën. Po, që të harrojmë atë pjesë është shumë e rëndësishme. Atëherë mund të na thuani se cilët janë shenjat të cilët tregojnë që po ndikon në ndrimi i motomotove psikologjikisht tek njeriu. Atëherë kemi shenja të zakonshme, të cilët mund të kemi lodhje pa ndonjë shkak të qartë, kemi rënje të humorit, luhatje të emocioneve të ndryshme, kemi, domethënë, ramje të motivimit ndodh të kemi, disponim të ullët dhe kështu me radhë. Domethënë, këto janë një disa nga shenjat të themi. Po, disa nga shenjat të cilët vërehen, ndikojnë shumë në nga ndrimi i motomotove. Mund të thomi sa është ndrimi i motomotove një lloj të themi alarm psikologjik që na bën të ndjejmë kalimin e kohës? Po, përderisa koha ndjehet si presion, atëherë ose si diçka që po ikën. Atëherë kjo mund të themi se është një alarm psikologjik, mund të themi, po në të kundërtën nëse kohën ne e marrim si një akt shumë normal, një akt natyror, atëherë ne me veten tonë ndjehemi më të qetë, jemi më komod, më stabil, kemi një pranueshmëri, domethënë e marrim me më shumë sportivitet këtë pjesë. E merrni, domethënë, si ndikon të themi perceptimi ynë për kohën në gjendjen emocionale gjatë këtyre ndryshimeve të viteve. Po mund të themi nuk bëhet fjalë ky ndryshim vetëm gjatë ndrimit të viteve, mund të bëhet edhe gjatë stinëve ku ndryshojnë stinët. Po, dhe si ndikon ky? Po, domethënë kemi edhe ndryshime sociale në gjendjen e njeriut, domethënë kur periudhat kur shfaqin më shumë dritë dhe kemi temperaturë të përshtatshme, atëherë njerëzit fillojnë të jenë më social dhe aktiv. Kjo ndodh për shembull në stinën e pranverës dhe verës konkretisht, domethënë jemi më aktiv, më të lëvizshëm, ndërsa në stinën e dimrit njerëzit ndodh që të kenë një energji të ulët, domethënë sepse është mungesa e dritës, kemi më pak dritë dhe ajo ndikon shumë në psikikën e njeriut, kemi ramje të motivimit, ulje të energjisë dhe këto janë gjitha të cilët ndikojnë në pjesën. Mund të na thoni pse disa njerëz ndihen më sentimental apo të themi nostalgjik gjatë ndrimit të motomotove? Cila është arsyeja kjo që ndodh? Arsyeja është sepse ndrimi i motove eksaktësisht, domethënë fund viti, ajo ringjall për emocionet e kaluarës. Domethënë ka të bëjë me rikthimin
të kaluarës, do me thënë që ka të bëjë me fëmirin, që lidhet me familjen, që ka të bëjë me persona të rëndësishëm të ngusht, kemi të bëjmë me përvoja personale, me marrëdhënie personale, dhe kjo pra ndikon dhe bëhen e rrit ndjeshmërinë emocionale dhe nostalgjin, po ashtu. Çfarë duhet të bëjmë ne si njerëz, domethënë mos kthehemi në të kaluarën, për të shohim vetëm para, se gjithmonë ndodh kjo pjesa ndrimi i motmotove që shkoj edhe ky vit, çfarë lëm në këtë vit, çfarë duhet të bëjmë në këtë drejtim? Po zakonisht ndrimi i moteve tek disa persona e rrit motivimin, e rrit vetdijen, do me thënë ka pritshmëri më të qarta, do me thënë vendosjen e qëllimeve, dërsa tek disa të tjerë, po ashtu nuk është një ndjenjë motivimi, por është në fakt më stresuese. Më shumë ndodh tek personat perfekcionist që janë, ose tek personat që kanë vetë kritik të lartë. Këta persona, do me thënë, fund viti ju bëhet si një gjykim për veten dhe i parashtrojnë vetes pyetjet, çfarë kam bërë vitin e kaluar, po çfarë duhet të bëj tash, çfarë nuk kam bërë, çfarë duhet të bëj. Dhe kjo është një moment gjykimi të cilët shfaq një humbje nga dështimi, frikë nga dështimi, po ashtu jep vetes një presion për të qenë më i mirë në vitin e ardhshëm se sa në vitin e kaluar, po ne në fakt nuk duhet të bazohemi në këto pritshmëri shumë të mëdha, domethënë pritshmëri duhet të jenë më realiste, më fleksibile dhe të jenë të përshtatura për pritshmëritë tona, do me thënë për kapacitetin ton personal. Përkundrazi, kur kemi pritshmëri, ti themi jo realiste, atëherë ato shpesh shfaqin stres, çojnë deri në ankth, deri në ndjesi pasigurie, ndjesi të pamjaftueshme, do me thënë duhet i vendosim standarde më të ulta vetes dhe të vazhdojmë atij. Mund të na thoni cilët janë ajo kategori e personave të cilët ndrimin e motmotove e shohin si një ankth, të themi si që ju ndikon në psikologjinë e tyre. Ka kategori të personave të caktuar, apo thjesht kjo ndodh tek gjithë njerëzit, apo dikush e merr më lehtë e kalon këtë periudhë, dikush më rënd. Varet duke u bazuar në atë se çfarë ka kaluar, besoj. Atëherë kështu Rehane, unë mendoj në aspektin tim individual, mendoj se të gjithë grup moshat ndikohen nga ndrimi i moteve, por varësisht se ata rezulton ndryshe nga secili grup mosh nga tjetri. Do me thonë tek fëmijët dhe të rinjt, ata reagojnë më së tepërmi emocionalisht, ndërsa të moshuarit reagojnë më së tepërmi fizikisht, dhe kjo ndikon është pezull për ndaj humorit të tyre. Pra të rinjt dhe të fëmijët, edhe pse truri dhe sistemi nervori tyre është ende në zhvillim, ata nuk kanë atë balansën e vetë kontrollit emocional. Dhe për këtë arsye, ata edhe kanë luhatje të humorit, luhatje të emocioneve, për shkak edhe se të ndryshimit të hormoneve, ndryshimit të emocioneve, ata nuk mund të ribalancojnë. Ndërsa tek të moshuarit, me moshën, do me thënë pjesa biologjike ndryshon. Kemi gjumë të shkurtër, apo gjumë të fragmentuar, dhe kjo ngjall, do me thënë një ullje të energjisë të tyre biologjike, kemi ullje të motivimit, të energjisë, të humorit që ndikon tek pleqëria. E vënd vetën. Mund të na thoni si ndikon ndrimi i vitit në motivimin, përqendrimin dhe produktivitetin? Atëherë siç e ka edhe më lart, tek disa njerëz ndrimi i moteve e marrin si një mundësi për motivim, një mundësi për arritje personale, një mundësi për reflektim. Ndërsa tek disa persona të tjerë është e kundërta, ata e marrin shumë me presion, dhe se mendojnë se gjithçka duhet të ndryshohet me njëherë. Siç e ka, këto ndodhen tek personat me tipare që janë perfekcionist, dhe ata do me thonë në pjesën e fundvitit atëherë e kanë atë vetë gjykimi dhe vetë kritikën për vete. A mund të na thuani se a ndryshon sjellja jonë sociale me ndrimin e moteve dhe pse jeta vazhdon të themi njësoj? Siç e cekëm, është vetëm një ndryshim i numrit kalendarik, po ne vazhdojmë, dita e hënë fillojmë edhe ne sikur sot që kemi filluar me emisionin. Si është kjo pjesa? Po, edhe pse rutina jonë e përditshme nuk ndryshon, do me thënë
sjellja jonë, siç e theka edhe më herët, është gjithmonë në ndryshim të natyrshëm. Do me thonë, si që theka, në stinën e verës dhe pranverës, ne kemi ndjesi pozitive, kemi një gjallëri, do me thonë, sepse kemi ekspozit të dritës së diellit, kemi temperatura më të përshtatshme, më të larta për ne, do me thonë, ndërsa në stinën e dimrit, gjendja e psikika njeriut shkon drejt introspeksionit, do me thonë, drejt izolimit në vete, drejt tërheqjes, sepse në dimër do me thonë kemi mungesë të dritës së diellit dhe ajo shpihen deri tek izolimi në vete, kemi ulje të motivimit, kemi ramje të energjisë, kemi më pak aktivitet fizik dhe kjo ndikon sa do pak është ftohtë dhe qëndrojmë në shtëpi, nuk duam të lëvizim aq shumë. Mund të na thuani sa është e shëndetshme t'i vendosim vetes pritshmëri të reja, të themi gjatë vitit që vjen? Po, është e shëndetshme shumë t'i vendosin pritshmëri të reja, vetëm ata nëse janë realiste, nëse janë fleksibile, dhe do me thënë që janë të për kapacitetin ton të jenë të mirëfillta, të jenë, ndërsa për kundrazi nëse janë pritshmërit shumë të mëdha, dhe ne nuk arrim që ne t'i përmbushim, t'i realizojmë, normalisht që tek ne do t'ket një ndikim negativ dhe do t'a vetë kritikojmë veten përse s'una arrita të kisha bërë kështu diçka më ndryshe, përa duhet t'i vendosim një kufi vetes, përa që sa mendojmë ne se mund të arrim. A mund të themi që është një stres sezonal, edhe pse nuk ka ndonjë ndryshim të madh në jetën tonë gjatë kësaj periudhe? Atëherë po, në psikologji flitet për një stres sezonal, ose në të shumtën e rasteve është më e theksuar një çrregullim afektiv sezonal. Kjo ka të bëjë domethënë me këto ndjeshmërit, po shfaqet me shenja të lehta të themi, si rënje e humorit, si lodhje pa ndonjë shkak të qartë, si ankthi pa qartë pa ndonjë shkak konkret të madh. Këto janë. Kaltera, mund të na thuani se cilët janë aspektet pozitive, psikologjike që bëjnë ndrimin e motmotave gjatë kësaj periudhe? Po, kemi shumë aspekte psikologjike, cila ndrimi moteve ofron, si që thash, një mundësi reflektimi, është një vetëdijsim më të lartë të ofron, është një riorganizim emocional, është një rivendosje e balancës mendore të njeriut. A mund të themi që me këtë periudhë, me ndryshimin duke u futur me një vit të ri, mund të themi që i bëjmë mendjes një reset mendor, një update të themi kështu në tani që kuptohet në këtë gjuhë? Mund të themi se është një reset mendor, vetëm nëse kemi pritshmëri të qarta, do me thonë, dhe nëse e mendojmë atë si moment reflektues. Do me thonë të jetë si një moment ndalëse, si një kohë pauze, dhe jo si një gjykim për veten. Konsiderohet, mund të bëhet ajo. Po, mund të bëhet si reflektim për veten. Si reflektim, të shohim se ne tashot gjatë kësaj, edhe pse nuk kemi pasur kohë të mendojmë, gjithmonë fillon dita duke menduar për musafir, për emisionin, ndoshta edhe pjesa shumë e ngarkuar me punë, nuk kemi pasur rast që të bëjmë një reset, unë për vete jo, një reset mendor t'i bëj gjatë kësaj periudhe. Po duhet patjetër që. Do e kem parasysh këtë, Kaltrina. Cilët janë shenja që tregojnë se ndrimi i motit po ndikon negativisht në psikologjinë e njeriut? Po, kemi shenja të caktuara, e cila mund të jetë trishtim i zgjatur, të kemi izolim në vete, të kemi luhatje të humorit, rënja e motivimit, të kemi rënje të koncentrimit, të përqendrimit, apo një iritim të lehtë. Të gjithë këto sinjale tregojnë se përshtaten me ambientin, do me thënë, ku veprojmë. Ju pak a shumë folëm pak më herët për grup moshat, tek fëmijët, tek moshuarit. Cilat personat janë, të themi, më të ndjeshëm ndaj këtyre, të themi, kësaj periudhe? Personat më të ndjeshëm, ato persona që... E cekëm edhe mere, se thamë një stres sezonal është kjo. Po, persona që janë më nostalgjik, do me thonë ato i rikthehen mendimeve të tyre, bazohen në të kaluarën e tyre, mbi dështimet, mbi humbjet, mbi përvojën e tyre personale që e kam pasur, dhe këto persona priren të jetë, do me thonë më të themi të prekur nga kjo përredhur. Çfarë duhet të kemi parasysh gjatë ndrimit të motmotove për mirëqenjen tonë psikologjike? Po, për mirëqenjen tonë psikologjike është e rëndësishme, ose element kyç të them, është mbajtja rutinës.
të ekspozimi i dritës natyror, do me thënë, të aktiviteti fizik, lëvizje të konsiderueshme, do me thënë, këto janë. Sa ndihmoj të themi edhe aktivitetet fizike? Ndihmojnë shumë, nëpse rutinat të thjeshta mund të bëjmë një shëtitje ditore. Ndoshta një ecje. Një ecje ndikon shumë në psikikën e njeriut. Ushtrime të lehta trupore mund të themi. Edhe në shtëpi nëse ato i bëjmë? Po, patjetër. Edhe në shtëpi nëse i bëjmë ndikojnë. Gjumi i rregullt është element kryesor. Gjumi i rregullt, po. Këto. A ka rutina të themi të thjeshta ditore, ju i cekët pak a shumë këto që ndihmojnë në stabilizimin emocional gjatë kësaj periudhe të themi? Këto që i ceka, do me thënë po. Ndikojnë? Po, ndikojnë shumë, do me thënë gjumi i rregullt, ushtrime trupore, aktiviteti fizik, shënimi emocioneve, do me thënë ndikon shumë në shprehjen e emocioneve. Çfarë duhet të kemë parasysh më shumë qytetarët të themi gjatë kësaj periudhe për vete, që mos themi që një stres sezonal, po mos bien edhe në depresion të themi të lehtë gjatë kësaj periudhe? Po mendoj se duhet i marrin më me sportivitet, do me thënë të gjithë ndrimi i moteve tek të gjithë personat ndikon, por në mënyra të ndryshme, jo të çdo njeri ndikon në mënyrën e njëjtë. Do të thënë personi duhet të jetë më kreativ, të marrë me sportivitet, të ketë pritshmëri të qarta, të vendosë qëllimet e veta, të jetë verzioni më i mirë i vetes për vitin e ardhshëm. Kur duhet të kërkojmë ndihmë profesionale të themi dhe të mos e neglizhojmë gjendjen tonë emocionale? Shpesh herë ne si shoqëri ndruhemi të themi që të shkojmë, të kërkojmë ndihmë tek një psikolog. Po, për të kërkuar një ndihmë profesionale, zakonisht kur e shohim se gjendja emocionale është duke zgjatur më shumë se 2-3 javë. Për shembull, trishtimi apo ankthi na bëhen pjesë e përditshme e jetës tonë. Kur lodhja, kur aktiviteti fizik, kur stresi, ankthi bëhen pjesë e pandashme dhe nuk na lejojnë që t'i kryejmë aktivitetet tona të përditshme. Kur kemi simptoma fizike të shfaqura, si për shembull çrregullimi i gjumit, humbje oreksi, dhimbje koke apo probleme të tjera që lidhen me stresin, po ashtu edhe personat të cilët kanë kaluar një ankth, kanë pasur faza depresive, kanë kaluar ndonjë traumë, këto persona janë më vigjilent dhe sa më parë të shkojnë për mbështetje psikologjike është më mirë, domethënë. Më mirë. Atëherë, sa është rritur vetëdijësia, të themi, ndërgjegjësimi tek qytetarët për vizituar një psikolog, për të kërkuar ndihmë tek psikologu? Nga ana ime profesionale mendoj se është rritur me anë të vitit të kaluar, është rritur vetëdijësimi shumë për të konsultuar me një psikolog, për të marrë mbështetje psikologjike, edhe personat të cilët nuk kanë kaluar ndonjë traumë të madhe, por të themi se kanë stres të përditshëm, gjë që ata i shqetëson dhe është në një fazë më e zgjatur, me disa javë për shembull, ose ndonjë ankth të paqartë kanë thuan kam ankth, po nuk kam ndonjë arsye konkrete dhe më ka ardhur shumë papritur, atëherë vinë për mbështetje psikologjike, sepse nuk kanë ndonjë humbje nga kjo, po vetëm kanë ndonjë përfitim dhe një preventiv të themi para kohe që mos të bie në depresion. Po, është një rritje personale. Çdo person duhet ta praktikojë. Cilat janë shkaqet apo arsyet më së shumti që ato kërkojnë ndihmën nga psikologët të kohët e fundit? Po, zakonisht janë shkaqet kryesore siç i cekëm, domethënë stresi, nuk ndjehen mirë, nuk mund ta menaxhojnë kohën siç duhet, i kaplon stresi, kanë ankth, nuk mund ta bëjnë gjumin e rregullt, kanë edhe humbje të oreksit, nuk kanë motivim të kryen obligimet, aktivitetet. Dhe gjitha këto ndikojnë. Shpresojmë që t'i kalojmë se strese mund të themi që kemi çdo ditë me punët, duke pasur parasysh se sado që t'jetë edhe jeta është goxha e ngarkuar të themi me rutinat tona ditore. Na të themi cilët janë personat cilët kërkojnë ndihmë? Personat të cilët kërkojnë ndihmë janë personat, domethënë që më tepër ato që janë në fazë depresive.
më tepër. Po. Cilat grup moshat të themi? Grup moshat më shumë janë të prekurit të rinjt. Të rinjt janë, po, të prekurit më shumë dhe ata kërkojnë ndonjë derë të hapet, do me thënë ne psikologët na shohin neve si një derë e hapjes, do me thënë si mbështetje, të cilët duhet të gjithë ta kërkojnë, jo vetëm persona që kanë faza depresive, si që ceka, të gjithë kanë nevojë për... Ndonjëherë në ndodhë, po shpesherë kam lezuar, shpesherë ndonjëherë edhe shoqja ose ndonjë familjar për të bëhet e luat rolin e psikologët, thjesht në momente kur jemi të vështirë, qoftë emocionale, duhet të kërkojmë ndihmë, qoftë nga një person i familjes apo shoqërisë që ndjejmë të afërt. Kaltrina, cili është mesazhi juaj për shikuesit si ta pranoj këtë ndrimin e motmotave si pjesë natyrale të jetës, të themi pa e rënduar psikologjikisht vetën? Atëherë do ta përmbyll shkurt kështu me pak fjalë, do me thënë ndrimi i moteve, siç e cekët, është pjesë natyrale e ritmit të jetës, ashtu siç janë edhe ndryshimet e fazave tona të emocioneve, janë natyrale po ashtu. Do të kisha cek të them se ndrimin e moteve personat mos e marrin si presion për të ndryshuar me njëherë gjithçka, po ta marrin do me thënë si një rritje personale, ta marrin si një mundësi reflektimi, ta marrin si një mundësi për të ndërvepruar për veten e tij, për të mirëqenë. Pra do me thënë mos të jetë si presion, sepse ajo neve na shfaq burim stresi, po ta marrin për... Ta kalojmë më të lehtë, se është thjesht një ndryshim i numrit, asgjë më tepër, jeta vazhdon, rutinat tona të përditshme do të vazhdojnë si çdo ditë tjera gjatë si 2025, ashtu edhe në vitin 2026. Kaltrina, të faleminderit për gjitha këto këshilla që i dhe në emisionin tonë dhe sadopak shpresoj dhe besoj që të kenë reflektuar për shikuesit tanë dhe në psikologjinë e çdo njeriu, që ndrimi i motmotave nuk është asgjë, thjesht një ndryshim i numrit. Jeta jonë përsëri vazhdon e njëjta. Faleminderit ju Rehane, kënaqësia ishte imja.